Në Kennedy Center në Washington të Amerikës u hodhje shorti i Kupës së Botës 2026 për fazën e grupeve e cila do të luhet nga 11 qershori deri më 19 korrik 2026 në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe Kanada. Shqipëria është vendosur në grupin F në rast kualifikimi në fazën finale të turneut, ndërsa Kosova në grupin D të saj, ku është edhe Amerika pritse. Ndryshe nga Japonia dhe Tunizia, dy ekipe që kombëtarja Kuqezi nuk i ka përballur kurrë, Holanda është një kundërshtare me të cilën Shqipëria është përballur 4 herë dhe në të katërta përballjet është mposhtur. Por përpara se Shqipëria të shkojë në botëror, do të ketë 2 pengesa të tjera për të kaluar. Polonia më 26 mars dhe në rast triumfi, fituesin e Ukrainë-Suedi më 31 mars. Presidenti Duka thotë se ëndra jon është të jemi pjesë e botërorit pavarësisht rrugës së vështirë që kemi para. Organizimi i shortit fakti ishte fantastik. Vetëm futbolli mundoi që të bashkojë kaq shumë njerëz bashkë, një sport të rëndësishëm për etikës, një sport shumë të rëndësishëm të botës së futbollit patjetër, por edhe të sporteve të tjera. Ne jemi shumë për që jemi pjesë e këtij eventi të rëndësishëm, sot ishte dita e parë pra organizimi i shortit. Dhe për këtë unë njëherë dua falenderoj futbollistët e ekipit kombëtar dhe stafin që na kanë bërë të mundur që të ndrojmë për qenë pjesë e këtij botërore. Padyshim që rruga jonë është e vështirë, ne kemi një ndeshje shumë vështirë kundër Koreanisë në Varshavë dhe nëse e kalojmë atë, pastaj do të luajmë një ndeshje finale kundër skuadrës së fushës suedisë apo ukrainës, me ëndër për qenë pjesë e botërore. Padyshim të vazhdojmë të luftojmë deri në minutin e fundit dhe unë kam shumë besim tek skuadra jonë që motivimi i tyre dhe dëshira e tyre për qenë pjesë botërore shumë, që vërtet ta realizojmë të ëndër, jo vetëm të ekipit futbollit, jo vetëm të Federacionit Shqiptare të Futbollit, por të gjithë shqiptarëve që e duan shumë. Ndërkohë ka grupe të cilat do të dhurojnë sfida shumë të forta, pasi Brazili dhe Maroku ndeshen që në start në grupin C. Në grupin I është Franca e Mbappé dhe Norvegjia e Haaland për krah Senegalit, apo edhe grupi L, ku Anglia rreshtohet për krah Kroacisë, Ganës dhe Panamas.